Disa fjalë për femrën që mashkulli duhet të i mësoj. Femra kur hesht para atij që e do, i vijnë fjalët në formën e lotëve. Femra në fillim frigohet, të afrohet dhe në fund çan ku largohesh nga ajo. Të paktën janë ata që e kuptojnë femrën. Femra nuk e don nga ti të pamundurën. Ajo e don nga ti të jesh si ai burr që e paraftyron dhe e do ti për motrën tënde. Femra është si kafeja, nëse neglizhon bëhet e ftohtë, derisa edhe në ndjenjat e saj. Femra ose intrigë e madhe ose dashuri e madhe. Ti je ai që e përcakton. O mashkull, nëse ti i bën intriga, edhe ajo ta kthen me intriga. E nëse e do, edhe ajo do të do, madje fort. Sipas asaj sa e do femrën, ajo xhelozon. Prandaj çdo femër që xhelozon tmerrsisht, dije se ajo të do tmerrsisht. Femra, ajo do të sillesh gjithmonë me të si fëmijë, sado që rritet. Mos trokit në derën e zemrës së femrës, nëse ti nuk i bart me vete çantat e përkujdesjes. Kur femra xhelozon, vizaton mbi dorën e saj një puthje, që ajo të ndjejë se është begatia më e madhe e Allahut që e posedon. Femra, edhe kur është e egër, asaj nuk i mungojnë ndjenjat e butësisë dhe mëshirës. Femra është e ndjeshme, i frigohet qortimi dhe turpërohet nga vërejtja. Kujdesu për të, o ti i cili e do. Nuk mundet të i përballoj çmendurisë së femrës dhe xhelozisë së saj, vetëm se ai burr që e do ato sinqerisht.